Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të sjellur sot lajmet më të fundit dhe ngjarjet më dinamike. Dua sot të komentoj një situatë. Loredana Brati përfundimisht ka reaguar dhe ka treguar versionin e saj të lajmit që në fakt u bë viral në rrjetet sociale. Nuk e fola vetëm unë, u fol nga të gjitha mediat shqiptare që Loredana Brati është larguar nga përputhen me arsye shumë të fortë, kinse se ishte lidhur me njërin nga protagonistët, domethënë me njërin nga konkurrentët e përputhen. Loredana Brati e ftuar në emisionin e mëngjesit në televizionin Top Channel, domethënë tani këtu mbetet një pikpyetje e madhe në qoftë se është një lajm i bërë me kastile që Loredana të jetë në qendër të vëmendjes dhe të flitet për të, apo është një lajm që vërtet Loredana Brati nuk ka asnjë lloj lidhje me këtë situatë dhe kjo lidhja ka qenë thjesht një thash e them dhe një fotografi e kapur nga paparazzi. Loredana është larguar nga përputhen për arsyet e saj. Për arsyet nuk është që i tregoj, ndoshta nuk i ka pëlqyer përzgjedhja që televizioni i ka bërë, ndoshta e nxirrte keq tek publiku në aspektin e kësaj vajzës, le të themi të natyrës pak një femër që e njeh mirë lidhjen, që e njeh dashurinë, që e njeh emocionin, sepse mori titullin e mentores të përputhen dhe zakonisht këto lloj njerëzish paragjykohen pafund, komentohen pafund edhe ju vehen epitete shumë të rënda, epitete ndoshta që nuk janë normale për t'i dëgjuar. Loredana Brati në një linjë telefonike sqaroi situatën. Do me thënë, u tha që Loredana u largua nga përputhen për faktin sepse bëri një lidhje dashurie me konkurrentët. Tani, në kontratat të cilët konkurrentët i nënshkruajnë para se të futen në emisionin e përputhen, është shumë e thelluar fakti që asnjë nga konkurrentët nuk mund të krijojë lidhje dashurie me personelin, me stafin, në këtë rast me një nga personat e stafit, sepse ndikon në interesin e programit. Tani me patjetër që përputhen këtë edicion do të ketë shumë shikueshmëri, sepse të gjithë do të duan të dëgjojnë se çfarë në këtë rast do të thotë djali në fjalë i cili përflitej që ka një marrëdhënie me Loredana Bratin. Besoj që do të jetë një nga epizodet më të klikuara, do të thonë ky lajm ka të keqen e vet, por ka edhe të mirën e vet. Në këtë rast Loredana me dashje apo pa dashje i ka bërë një super reklam përputhen, i ka bërë një super audiencë emisionit përputhen që në fakt do të ndiqet, jam shumë i bindur se çfarë do të thotë Casey, djali në fjalë. Loredana tha që ajo së bashku me miqtë të saj ka përzgjedhur që të shkojë në jug të Shqipërisë. Në këtë lokalin që është bërë fotografia, do të thënë fotografia famshme që ju e shikoni, Loredana është takuar me këtë djalin dhe është ulur veças në një tavolinë. Dhe gjatë momentit kur Loredana, do të thënë ka bërë lëvizjen prej tek tavolina ku ka qenë me miqtë të saj, deri tek tavolina tjetër, në fjalë që është ulur me këtë djalin, me këtë konkurrentin e përputhen, që sipas Loredanës, do të thënë dyshohet që punon kamarier në këtë restorantin ku është bërë fotografia, është ulur, ka biseduar dhe ka ndenjur një kohë. Loredana tha është e tepërt në fakt ajo që po përflitet për mua. U përfolta në episodin e parë që un kam një lidhje me Laert Vasilin nga Mediat Roz dhe nga Lajmet e Reme, që realisht edhe brenda shtëpisë së Big Brotherit, Loredana dhe Laerti nuk është se i kanë dhënë ndonjë shikim njëri tjetrit apo ndonjë pikë ku publiku mund të dyshonte se ka marrëdhënie mes tyre. Në anën tjetër tha, nuk dua tha fare tha ta vë tha në pikpyetje tha agjendën time të ngjeshur në përputhen tha u largova, por qëllimi im tha apo puna që më ishte caktuar tha mua, duheshte tha që unë të takohem me të gjithë meshkujt. Do me thënë Loredana është dashur që takohet me meshkujt normalisht për të folë, për t'ju dhënë mësime në këndin e mentores. Do me thënë si një eksperte e lidhjeve të dashurisë, kështu merret epiteti. Dhe në këtë mesta, me patjetër tha që unë
do të dilja me çdo njërin mashkull në lidhje, por Lori e sqaroi muhabetin, domethënë nuk ka asnjë gjë, as me Laertin, as me Kesin, për interesat e saj, për problemet e saj familjare. Lori është dashur që të largoj veten e saj nga përputhen, ndoshta edhe prindërit nuk janë ndjer rahat që Lori ka marrë këtë misionin, apo ndoshta edhe pagesa nuk ka qenë ndonjë pagesë e lartë, dhe pse realisht nuk dyshoj unë në televizionin Top Channel që televizioni Top Channel mund të ketë pagesa të ulta. Zakonisht aty pagesat janë stratosferë. Dhe në këtë rast, Loredana Brati mundohet që të jetë e lumtur e qetë, por normalisht Loredana e kupton që edhe mediat ros nuk kanë faj, prandaj është demantimi i lajmit, prandaj ekzistojnë dhe media që Loredana pastaj edhe të demanton lajmin, të qenurit fytyrë publike, normalisht që ti je i ndjekur nga paparazzi, e i ndjekur nga portalet të medias ros, të cilat japin çdo detaj të mundshëm te publiku, dhe kjo nuk është as një shpifje, as një gënjeshtër, por është forma e punës që bëhet në fakt në mediat ros. Gjithsesi, Loredana në këtë intervistë që foli për këtë marrëdhënie, nuk tregoi që ka një marrëdhënie dashurie apo ka krijuar diçka në jetën e saj. Ajo foli për rrugtimin e saj të bukur që kishte në goca dhe gra, por gjithsesi edhe për qetësinë që dëshiron të jep vetes së saj tani, ndoshta edhe me një format krejtësisht tjetër. Gjithsesi, unë dua të marr mendimin tuaj në këtë raport. Lori nuk ka folur më as për raportin me Jozin, nuk kishte ndonjë thumë në fakt nga ana e Jozit për këtë gjë. Tani ky lajmi i ka dhe ato të mirat e veta, sepse Loredana e solli përsëri në qendër të vëmendjes. Ndoshta Loredana do të jetë ftuar në këtë puntatën e përputhen për ta dhënë atë lam të mirën me këtë emision publikisht, sepse ka qenë vetëm një edicion pjesë e përputhen, por gjithsesi Loredana Brati e quajti të tepërt lajme të rreshme që fliten për të, që fliten për Laert Vasilin, që fliten për djalin e fjalë apo për të gjithë personazhet e tjerë. Paparazzi kap një moment që në fakt në pamje të parë, realisht kushdo që e shikon, menjëherë mendja të shkon tek një lidhje, por Loredana sot e demantoi këtë dhe e quajti një lajm krejtësisht të tepërt edhe të rem në mediat shqiptare. Nuk kemi një detaj se çfarë do të ndodhen me Lorin, se çfarë do të vazhdon Lori, ku do ta shohim Lorin, apo do të merret thjesht në një media të hapur nga vetë ana e saj, apo do të krijon një profilin e saj. Domethënë nuk kemi asnjë lloj detaji, thjesht Loredana për arsye personale tashmë është tërhequr nga përputhen. Dua të marr mendimin tuaj për të gjithë këtë situatë të sajuar. Është një situatë e cila vërtet ka ndodhur rastësisht, apo është gjithçka e planifikuar dhe është me kastile vetëm për klikime?